Përshëndetje, mirë se erdhët në News Hour, unë jam Ernita Shevroja, do t'jemi së bashku në vijim. Kryeministri Edi Rama flet për herë të parë për arrestimin e Linda Karçanajt, shefe së i-Albania. Rama e qua në të autore të një progresi të jashtëzakonshëm të Shqipërisë në fushën e teknologjisë, ndërsa thotë se do të respektojë hetimet e drejtësisë. Rama shprehet se akuzat ndaj Karçanajt janë shumë fishuar nga zhurmat e nxjerrjeve mediatike dhe portaleve që vendosin gjoba. Por asgjë, tha Rama, nuk do të pengojë të ardhmen e afërt europiane të Shqipërisë. Për herë të parë, kryeministri Edi Rama komentoi hetimet e SPAK ndaj Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve të Informacionit dhe drejtueses Mirlinda Karçanaj, e cila ndodhet në arrest shtëpie nën akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia, dhe s'mund të pritet asgjë nga 700 tenxhere e çorbës politike mediatike që të dalë deri në fund e vërteta e saj, cila do qoftë. Por kjo zhurmë histerike, thot Rama, nuk e shbën rezultati në fushën digjitale të veprimtarisë së Akshit. Si shembull, sjell raportin e Bankës Botërore, ku Shqipëria është ngritur 54 vende më lart në qeverisjen digjitale. Këtë vit kemi kaluar nga vendi 68 në vendin e 14. Ky është një raport objektiv dhe profesional i cili vlerëson 4 fusha kryesore që mbulojnë sistemet bazë qeveritare: shërbimet publike online, angazhimin digital të qytetarëve dhe faktorët mundësues institucionale ligjor, dhe pa diskutim që nuk justifikon absolutisht asnjë shkelje ligji që pretendohet se ka ndodhur në aktivitetin e Akshit, gjë që mund na thotë vetëm procesi gjyqësor. Në prag të mbylljes së këtij viti, një mesazh Rama e kishte edhe për kritikët, për të cilët thotë se nuk mund të zhbëjnë arritjet e deritanishme me në kryer reformën në drejtësi. Kjo është Shqipëri, Shqipëria ime, Shqipëria juaj, Shqipëria e atyre që sot janë fëmijë dhe që meritojnë një vend të sundimit ligjit dhe jo të sundimit llumit. Nuk do të mundet dhe as do të përulet dot nga Shqipëria 700 tenxhere politike mediatike që nuk duan drejtësi për Shqipërinë, po duan destabilizim, duan rrëmuj, duan shkatrim në dëm të Shqipërisë. Nuk duan drejtësi me ligj, po hakmarrje me llum. Nuk duan drejtësi, po vetgjyqësi, linçime, poshtrime. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për drejtësinë që i ka munguar këtij shteti qysh në linjën e tij 100 e kusur vjet më parë. Por as të projekteve dhe destinacionit final të shqiptarëve, antarësimit në familjen europiane. Shqipëria është 700 tenxhereve politike mediatike ku zihen me histeri gjithë llumi i gjysmëvërtetave që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, ku linçohen njerëz dhe familje pa asnjë gajle për lloj-lloj arsyesh të mosarsyes, nga gjobat e portalegjinjve tek likësitë e poteregjinjve dhe mllefet e pallavragjinjve, nuk e bund dhe nuk e zbraps dot kurse si Shqipërinë e të gjithë kapitujve të hapur të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipërinë e transformimit digital dhe të rritjes qëndrueshme ekonomike, ku paga mesatare ka arritur tani më në 830 euro. Shqipërinë e transformimit epokal të infrastrukturës, ku kantiere të reja hapen çdo vit. Shqipërinë e sovranitetit energjetik, Shqipërinë e rilindjes industrisë ushtarake, e cila do të mikpres samitin e NATO-s në 2027. Spitalet dhe urgjencat mjekësore në të gjithë vendin do të jenë në gatishmëri 24 orë të ditëve të festave. Me urdhër të ministres, shërbimi shëndetësor do të garantohet pa ndërprerje nga 31 dhjetori deri më 2 janar. Ekipet mjekësore janë të përgatitura për të përballëuar çdo emergjencë, nga aksidentet rrugore te incidentet me mjetet piroteknike dhe abuzimi me alkoolin. Masa shtesë do të merren edhe në qytetet me fluks më të lartë gjatë festave.
Spitalet dhe urgjenca mjekësore në të gjithë vendin do t'jenë në gatishmëri 24 orë në ditët e festave. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Visala, ka firmosur urdhrin e posaçëm. Ekipet shëndetësore, sipas këtij urdhri, duhet të garantojnë shërbim shëndetësor pa ndërprerje nga data 31 dhjetor e këtij viti deri më 2 janar të vitit të ri dhe të marrin masa për të përballuar emergjencat, si trauma pasojë aksidenteve rrugore, përdorimi të mjeteve piroteknike apo te kalim të përdorimit të alkoolit. Urdhri ka ardhur për forcimin e kapacitetit të shërbimeve, shtim të ekipeve, natën e ndërimit të viteve, shtim të medikamenteve, shtim të materialeve dhe është edhe një listë me personelin e gatishmërisë për sa i përket në qoftë se do të jetë nevojshme. Dhe sigurisht është për të gjitha spitalet, në veçanti në Tiranë është dhe spitali i traumës që aktivizohet më shumë nga kjo. Ministri e Shëndetësisë ishte në Vlorë ku pa ecurinë e punimeve të qendrës së urgjencës mjekësore në këtë qytet, një strukturë që do të forcojë kapacitetet për të reaguar shpejt ndaj çdo emergjence shëndetësore, veçanërisht gjatë periudhave me fluks të shtuar. Falenderoj gjithë stafin këtu ku jemi, por dhe stafin në Tiranë, sepse shërbimi është mbar kombëtar, për gatishmërinë që keni, për profesionalizmin, për pasionin që tregoni dhe gatishmëria juaj është një siguri për qetësinë, për mbajvajtjen e festave dhe për gjithë sistemin shëndetësor. Përveç shërbimit të zakonshëm gjatë ditëve të festave në sheshet kryesore të qyteteve më të mëdha, do të jenë ekipe shtesë të urgjencës mjekësore për të garantuar shërbim të menjëhershëm për çdo rast. Renea dhe forcat e tjera të policisë do të jenë në gatishmëri të plot natën e ndrimit të viteve. Plani masave u njoftua nga KKV-ja, nga drejtues të policisë, ku në fokus të punës është edhe qarkullimi ndërkufitar. Për shkak të fluksit të lartë me një rritje prej 10.5% të një viti më parë, janë shtuar sportelet dhe punonjësit në kufi. Në pikën kufitare të KKV-s, drejtues të strukturave të policisë kufitare dhe policisë së rendit kanë inspektuar zbatimin e masave të përcaktuara në planin e posaçëm për fundvitin. 2 drejtuesit e strukturave të policisë së shtetit inspektuan masat e marra nga forcat blu në KKV për evitimin e radhëve të pritjes dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike në doganën e KKV-s. Drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Sajmir Muçaj, foli për bashkëpunimin me palën greke dhe për punimin e fluksit të shtuar gjatë periudhës së festave. Konsiston në shtimin e sporteleve në pikat e kalimit kufitar dhe të punonjësve të policisë dhe konkretisht në ato pika ku pritet ardhja e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë jashtë shtetit me qëllim kalimin e festave me familjarët dhe të afërmit e tyre. Janë intensifikuar shkëmbimi informacionit me vendet fqinje, me partnerët e policisë kufitare, sidomos të pikës greke të kufirit, për lehtësimin e kalimit kufitar të shtetasve si në ardhje, ashtu dhe në dalje të vendit tonë. Dimitraj Ziu, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, theksoi se shërbimet e policisë së rendit do të kenë edhe natën e ndërimit të viteve. Këto shërbime do të kenë edhe natën e ndërimit të viteve, do të mbajnë kontroll të plotë të gjitha ambientet e hapura do të mbylla ku do të organizohen ceremoni të darkës së ndërimit të viteve. Po kështu, efektivet e shërbimeve të shqiponjave, Renes dhe të forcat sigurisë kombëtare do të jenë gatshme për të përgjigjur në kohë situatave dhe do të përdoren nëse do të jetë e nevojshme. Gjatë kësaj periudhe, është shënuar një rritje e qarkullimit ndërkufitar me 10.5% krahasuar me vitin e kaluar, jo vetëm të shtetasve shqiptar, por edhe të vizitorëve të huaj. Radio ABC News. Në valët 105 FM të përditësojni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Tashmë do të zhvendosemi në Kosovë, aty ku janë duke u zhvilluar zgjedhjet për parlamentin. Për detajet se si ka ecur votimi dhe numri i pjesëmarrësve në këto zgjedhje, do të lidhemi me Habi Hoxhën, e cila ndodhet në Prishtinë, që ka ndjekur procesin nga fillimi. Habi Hoxha, si ka qenë procesi deri më tani dhe si raportohet jetë pjesëmarrja në këto zgjedhje?
Erneta po nis nga pjesëmarrja, sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 32.35% është pjesëmarrja përkthyer në përqindje e qytetarëve të cilët kanë dalë dhe kanë hedhur votën e tyre në kutitë e votimit në këtë proces të katërt zgjedhor pas votimit për zgjedhjet e rregullta të 9 shkurtit, atyre 2 daljeve në votim për zgjedhjet lokale dhe sot me 28 dhjetor në zgjedhjet e jashtëzakonshme pas 10 muajsh krize politike. Gjithsesi, për të ndalur tek procesi votimit i cili ka filluar në 943 qendra votimi në të gjithë vendin në orën 7 të mëngjesit dhe pritet të mbyllet për rreth 2 orë në orën 19 në të gjithë Republikën, ka pasur një dalje nga kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili na njeh më në detaje edhe për sa i përket atyre që konsiderohen parregullsi. Deri në këtë fazë procesi i votimit po zhvillohet pa ndonjë problem që do të ndikonte në mbarvajtjen e përgjithshme të procesit zgjedhor. Në dhomën operative të KQZ-s jemi duke pranuar raportime të ndryshme nga qendrat e votimit lidhur me ecërinë e procesit zgjedhor. Sipas raportit të orës 15, në dhomën operative të KQZ-s janë raportuar disa probleme të tjera me mungesë të energjisë elektrike në 3 qendra votimi, në komunën e Skënderajit, 2 në komunën e Malishevës dhe 2 qendra tjera në Novobërd dhe Obiliq. Për të gjitha këto raste është njoftuar keci për të ndërmarrë hapat e nevojshme për rikthimin e energjisë elektrike dhe sipas informacioneve, kjo ka ndodhur brenda një kohe shumë të shpejtë. Habi, cilat janë komunat ku ka pjesëmarrje më të lartë të votuesve? Po pa diskutim që komunat ku ka më tepër pjesëmarrje vijojnë që të mbeten Prishtina, pra kryeqyteti dhe për shkak të dëndësisë së popullsisë, po ashtu edhe komunat më dha siç mund të konsiderohet Mitrovica e Jugut, Drenasi apo edhe Skënderasi. Pra janë zona cilat njihen historikisht si zona ku edhe dilet më masivisht për të votuar, por po ashtu edhe ka një dëndësi më të lartë popullsisë. Më lejo të theksoj Erneta disa prej problematikave që ceku edhe kreu Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë më të detajuar, e kam fjalën për një nga çështjet që është ngritur si shqetësim her pas here edhe gjatë mbledhjeve këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, fakti që në disa qendra votimi mungon rryma, siç thon këtu në Prishtinë, apo energjia elektrike, çka ka bërë që të ngrihen diskutimet nëse në errësirë mund të ketë edhe element që mund të fusin duart në mënyrë metaforike në kutitë e votimit dhe ndikojnë në atë që quhet integriteti i procesit zgjedhor. Nga krau tjetër, një problematikë që ne kemi raportuar në zgjedhje të tjera që lidhet me ndrimin e vendvotimeve për qytetarët pa i lajmëruar ata, po në disa zona të thella, nëse mund t'i quajmë kështu, edhe ai që njihet si votimi familjar, pra një familjar voton edhe për një person tjetër të familjes. Megjithatë, përtej këtyre mund të themi se ky proces në vijat përgjithshme konsiderohet si një proces të paktën deri më tani i rregullt, po mbetet për të parë edhe se si deri në fund do të përkthehet pjesëmarrja, sepse mund të themi që qytetarët e Kosovës gjithsesi janë të lodhur nga këto procese të gjata, po janë të lodhur edhe nga fakti që shteti nuk ka pasur një vijimësi të strukturave të tij apo të çështjeve që lidhen drejt për drejt me qytetarët, me xhepat e tyre, me votimin e buxhetit për vitin që vjen për 2026-ën, por po ashtu edhe me votimin për të shkuar përpara me procese të rëndësishme siç janë marrja e fondeve nga plani i rritjes, fondet e Brukselit për vendet e Ballkanit Perëndimor, po edhe procese tjera që lidhen fort me integrimin e Kosovës. Habi Hoxha, faleminderit. Do të lidhemi sërish në vim, sigurisht procesi mbaron edhe pak më shumë se një orë. Ikona e kinemas franceze dhe një nga figurat më të njohura të kulturës pop të shekullit e 20, Brigitte Bardot ka ndruar jetë në moshën 91 vjeçare. Brigitte Bardot ishte një nga figurat më emblematike të kinemas europiane, e cilësuar si gruaja më e bukur e shekullit të 20. Lajmi për vdekjen e saj u konfirmua nga fondacioni që ajo vetë kishte krijuar. Bardot u bë e famshme në vitet 1950 dhe 1960 si simboli i sensualitetit, veçanërisht pas rolit të saj në filmin And God Created Woman. Ikona franceze e kinemas dhe muzikës, Brigitte Bardot,
ka mbyllur syt për gjithmonë në moshën 91 vjeçare. Një simbol i bukurisë, elegancës dhe sharmit, Bardot bëhej e njohur ndërkombëtarisht me rolin e saj në filmin Dhe Zoti krijoi gruan në vitin 1956, shkruar dhe drejtuar nga bashkëshorti i saj i atëhershëm Roger Vadim. E lindur në vitin 1934 në Paris, Bardot u rrit në një familje tradicionale katolike, por shkëlqeu mjaftueshëm si balerinë, saqë ju lejua të studionte balet, duke fituar një vend në konservatorin prestigjioz të Parisit. Në të njëjtën kohë, ajo gjeti punë si modele duke u shfaqur në kopertinën e revistës Elle në vitin 1950, ndërsa ishte vetëm 15 vjeç. Si rezultat i punës së saj si modele, asaj i ofruan role filmash. Në një audicion, ajo takoi Vadim, me të cilin do të martohej në vitin 1952. Në fillim të viteve 60, Bardot shfaq një stër filmash francez të profilit të lartë, duke përfshirë dramën e nominuar për Oscar E vërteta apo Afera shumë private dhe për çmimi Jean-Luc Godard. Në gjysmën e dytë të dekadës, Bardot lueti në një stër rolesh në Hollywood që përfshinin Viva Maria dhe Shalako, një film western me Sean Connery. Megjithatë, në fillim të viteve 70, ajo njoftoi tërheqjen e saj nga aktrimi dhe u bë gjithnjë më aktive politikisht. Mbështetja e saj e hapur për të drejtat e kafshëve evuloi në komente nxitëse rreth pakicave etnike dhe mbështetje të hapur për Frontin Nacional të ekstremit të djathtë në Francë, duke rezultuar në një sër dënimesh për urrëtie racore. Pavarësisht se mbetet një ikonë globale, komentet publike të Bardot mbi emigracionin, islamin dhe homoseksualitetin çuan në një sër dënimesh për nxitje të urrëties. Midis viteve 97 dhe 2008, ajo u gjobit 6 herë nga gjykatat franceze për komentet e saj, veçanërisht ato që synonin komunitetin musliman të Francës. Pavarësisht të gjitha pikpamjeve të saj polarizuese, ndikimi i Bardot vazhdoi, qoftë në modë, ku vërehen rikthime të rregullta të modelit të saj të flokëve, apo përmes dokumentarëve të rregullt që nxjerrin në pa ndikimin e saj të rrallë në kineman franceze. Kjo ishte gjithçka për këtë edicion, për të rejat më të fundit, unë juftoj të klikoni në abcnews.al ku do të gjeni komente dhe analiza. Ju falenderoj për vëmendjen.